إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore I përcjellim profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, pam në hutben e kaluar se si brezi më I ndritur dhe ato ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si I pritnin ajetet e Allahut xhalla xhelaluhu kur ata I recitonin dhe I ndëgjonin me besim të fortë dhe me dorëzim të plotë, kur ato me të vërtetë ishin ata të cilët nuk I merrnin ajetet e Allahut xhalla xhelaluhu vetëm thjesht për t'i lexuar, por I shëndëronin në një jetë dhe në një realitet jetësor. Dhe ato gjithashtu ishin ata të cilët e jepnin edhe shpenzonin nga pasuria e tyre ato e cila ishte më e shtrenjta dhe atë të cilën e donin më së shumti, për të arritur ato e cila është Allahu xhelle xhelaluhu, për shkak se e dinin se ajo e cila është te Allahu xhelle xhelaluhu është më e mira dhe më e qëndrueshme, dhe se gjithashtu e kuptuan o vëllezër se natyrshmëria njerëzore është ajo e cila është e prirur në thellësi për ta dashur pasurinë fort, ashtu siç Allahu xhelle xhelaluhu tha në Kur'an wa innahu li hubbil khairi lashadid, dhe se me të vërtetë njeriu ai është I cili është dhonë me një dashuri shumë të madhe dhe të fortë pas pasurisë. E don pasurinë me një dashuri shumë të madhe. Dhe nga këtu vjen sakrifikimi I madh me pasuri, që të jetë një ndër argumentet më të mëdha të besnikërisë së besimit. Për arsye se nuk jep njeriu atë të cilën e don shumë, derisa të jetë për atë të cilën jep shumë më e madhe dhe shumë më e dashur se sa kitë të cilën ai e don. E mu për atë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nxiti umetin e tij, burra dhe gra të gjithë, që ata të japin sadaka dhe të japin lëmosh. Dhe se kjo ju interesonte shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata ishin të cilët e futnin në praktikën jetësore të tyre, dhe ata dëshironin që ta dinë se valla thua cila nga kjo sadaka, cilët nga këto shpenzime janë më të mëdha në shpërblim që ta arrish shpërblimin më të madh, ashtu sikur që na transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tha se erdhi një njeri te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti atë duke I thonë ja Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, o I dërguari I Allahut, cila nga lëmoshat dhe sadakat është më e madhe në shpërblim?
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigju vëllezër duke thonë: "Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të japish sadaka, të japish lëmosh dhe ti duke qenë i shëndosh në fizikun tënd, i shëndosh në trupin tënd, edhe të jesh kopras, ta duash atë për të cilën ti e jep. Ai i cili është i shëndosh në fizikun e tij, ai që ka shëndet, te ai është dashuria e pasurisë dhe te ai e dëshiron jetesën e kësaj dunjaje dhe e kap kooperacia për mos me dhonë dhe mos me harxhuar atë të cilën e don, se sa ai i cili është i sprovuar me ndonjë sëmundje, e kur ta kap sëmundja, te ai ngele pa vlerë me pasuri edhe me dunja dhe gjithë kjo botë, nuk ka vlerë te ai i cili është i sprovuar me ndonjë sëmundje të rëndë, as dunjaja dhe as pasuria. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Të japish sadaka atëherë kur ti je shëndosh, edhe shpresën e jetës tonë e ki që ti jetosh e të bëhesh zotëni, e të bëhesh i pastur, edhe të kish frikë fukarallëkun, e të jesh kopras për atë të cilën e jep. Në atë moment kur ti e don dhe e jep, ajo tha është më e madhja në shpërblim, për arsye se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala tumhil hatta idha balagat al-hulqum." Mos e vëno sadaka dhonjen deri sa të vjen shpirti në grykën e fytit. Hatta kulte kedha li fulan wa kedha li fulan wa qad kana li fulan. Deri sa të vjen ai momenti që kur të vjen shpirti në grykën e fytit, njeriu atëherë shikon se ku ta shpërndon pasurinë e tij. Kaq për filanin dhe kaq pjesë dhe kaq hise për filanin. E ajo tha është me të vërtetë se pasuria pastaj ishte e filanit. Pas vdekjes tonë pasuria do t'i ngel dikuj, dhe do t'i ngel filanit, atij trashëgimtarit tënd i cili do të vjen pas teje. E mu për atë vëllezër në këtë lidhje, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, tha një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha: "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi." Kush prej jush pasuria e trashëgimtarit të tij është më e dashur te ai se sa pasuria e vërtetë e tij. Të gjithë të pranishmit thanë: "Ja Rasulullah, pa kush prej nesh mund ta don pasurinë atij që cilën do ta trashëgon më shumë se sa pasurinë e vet?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër tha: "Wa'lamu annahu laysa minkum min ahadin illa wa malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi." Dijeni se nuk ka ndonjëri prej jush për vetëm se pasuria e trashëguesit të tij është më e dashur te ai se sa pasuria e tij, edhe se pasuria e tij në realitet tha është maluka ma qaddamt wa malu warithika ma akhart. Pasuria yte në realitet, pasuria e vërtetë është ajo të cilën e ke dorëzuar te Allahu xhelel xhelalu para se të shkosh te Allahu xhelel xhelalu. Atë të cilën e ke dhënë te Allahu xhelel xhelalu para se të shkosh dhe të transferohesh atje. Atë që e dhurove për ahiretin tënë para se të dalësh në ahiretin tënë. Dhe pasuria e trashëgimtarit tënë, ai i cili do të trashëgon ty, tha është atë të cilën ti e vënën dhe e ke vënuar për derisa në vdekje. Të humb zotërimi i pasurisë tënde, që të ndërpritet posedimi i pasurisë tënde për arsye se njeriu vëllezër kur ai vdes i ndërpritet pronësia e pasurisë së tij. Edhe pastaj e marrin trashëgimtarët e tij pasurinë e tij dhe ato bëjnë siç të dojnë me pasurinë tënde, e pastaj nuk të ngel ty vetëm përgjegjësia e madhe për pasurinë të cilën e ke dhëruar, por pasuria yte e vërtet është atë të cilën duke qenë ti gjallë e dhaë për te Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe këto e tha Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra." Tha Allahu xhelle xhelalu, nuk ka diçka që ju e dorëzoni nga ndonjë të mirë, ka ajo pasuri çdo sen çka është, nga e mira që e dorëzoni për vetveten e juaj te Allahu xhelle xhelalu, do ta gjeni atë te Allahu xhelle xhelalu, se ajo është më e mira dhe më e madhja në shpërblim. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na vënë nga ata të cilët i vendosim praktikat e ajeteve të tij në praktikën e jetës tonë. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi al-ali al-a'la, was-salatu was-salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të dashur vëllezër musliman, pasi që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na sqaroi se pasuria e vërtet e ynja ushajat të cilën e japim për Allahun xhel xelaluhu, dhe sa ajo e cila ngel dhe mundohemi na që ta tubojmë dhe ta lojmë pas, ajo është e trashëgimtarëve të cilët do ta trashëgojnë pas, dhe këto e kuptuan në vëllezër shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një kuptim të fortë, dhe ata ishin të cilët jashtëzakonisht u kujdeshin që ato të japin sadaka edhe të japin lëmosh sa më shumë. Dhe se me të vërtet, edhe nëse ndonjëri prej tyre nuk gjente çka të jep, shkonte në treg edhe punonte si bartës i mallrave të njerëzve që ta fiton ndoshta një grusht nga gruri apo një grusht nga hurmat, e pastaj ta jep ato sadaka dhe lëmosh për hir të Allahut xhel xelaluhu. Këto na e transmeton Imam Buhariu nga Abu Mas'ud al-Ansariu radhiyallahu anhu, i cili tha, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhënonte për të dhënë sadaka dhe për të dhënë lëmosh, tha ndonjëri prej nesh dilte në treg dhe s'kishte çka të jep. Ai dilte në treg dhe punonte hamel. Te na i thon ka punu hamal me i bart mallat e njerëzve me rrogë që të arrin ndoshta një grusht pasuri e ta jep ato për hir të Allahut xhel xelaluhu. O vëllezër, kjo është se njeriu i cili e din realitetin e jetës së tij edhe të pasurisë së tij, ai mundohet që të përgatitet dhe të dërgon atje ku i ruhet dhe i shumë fishohet te Allahu xhel xelaluhu. Po edhe nëse është ajo pak edhe sa një grusht, edhe nëse ajo është ajo shumë e vogël, nuk intereson atij se çka do thonë njerëzit. Po edhe nëse është shumë, jep për Allahun xhel xelaluhu dhe nuk intereson se çka do thonë njerëzit. Për arsye se njerëzit janë ata të cilët do të folin si dha e shumë edhe si kur dha e pak. Nëse jep shumë, thon ky e ka për sy e faqe, nëse jep pak, thon ky e jep një send të pavlefshme, s'ka Allahu nevojë për to. Kështu kanë thonë edhe për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na transmeton Imam Buhariu, gjithashtu nga Abu Mas'ud al-Ansariu radhiyallahu anhu, i cili tha se ishin sahabët e pejgamberit sallam kur vinte ndonjëri prej tyre si Abdulrahman ibn Auf e të tjerët, të cilët jepnin shumë për Allahun xhel xelaluhu, tha munafikat folnin dhe thonin ky e jep gjithë kit vetëm për ta pa njerëzit, për thonë se çe ky sa bujar i madh. E kur vite dikush tjetër tha që s'kishte çka të jep, e jepte ndoshta një grusht nga gruri apo diçka shumë pak për Allahun xhel xelaluhu sadaka, tha thonin çka ka nevojë për tasin e këtij Allahu xhel xelaluhu. Allahu xhel xelaluhu zbriti ayat në suratut Tauba. Allahu xhel xelaluhu tha alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Tha Allahu xhel xelaluhu sa i përket atyre të cilët i përqeshin besimtarët kur ata japin sadaka nga vullneti i madh i tyre, dhe ata të cilët nuk gjejnë vetëm se nga mundi i tyre pak çka kanë që ata ta japin për hir të Allahu xhel xelaluhu. Këto tallen dhe luajnë, po do të luajnë Allahu dhe do të tallet me to, edhe do ta kenë dënimin e dhëmshëm. Mu për ato vëllezër, ne si besimtar, është nga ajo që na të dim edhe të mundohemi që të praktikojmë nga ajo të cilën e mësojmë, e të marrëmi hisë dhe pjesë në ato të cilët dhurohet për hir të Allahu xhel xelaluhu, në shpresën e shpërblimit të Allahu xhel xelaluhu, edhe shumë fishimit të pasurisë tonë dhe sigurimit të pasurisë tonë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.